kam thënë, kam qenë në emision edhe te Klani, kam folur për babain tim që është i smur me Alzheimer. Dhe kam treguar edhe video, madje që babai sot nuk është më siç ka qenë. Dhe shumë njerëz që nuk e kishin parë me vite, janë befasuar, i ka ardhur keq për timat. Kisha dhe komente të tilla edhe nga njerëz të afërm, po pse e nxjerr babin? Ja, si më mua. Kjo është një zgjidhje ime, sërish se do babin sa e dua unë. Ama unë u mendova dhe mendova që ishte një mesazh shumë pozitiv fakti që ne edhe në momente kaq të vështira që po jetojmë me babin, arrim të gjejmë gjërat e bukura, sepse babi im këndon, mban mend këngët e vjetra përmendësh, këngë shqiptare, italiane, këngë të ndaluara dhe ne i këndojmë bashkë. Dhe babi në ato momente është i lumtur. Babi gjen një dimension të vetes që nuk e ka më, sepse është pezull, nuk mban mend asgjë. Pse unë të mos e nxjerr një gjë kaq të bukur, një njeri i smur që mund të jetojë me vite, nuk ka të drejtë të shfaqet në publik, nuk ka të drejtë të japim ne një moment të bukur. Edhe modeli që ti jep gjithë atyre familjeve që po përballen me të njëjtën situatë. Sa më thua që kam marrur brenda, kam qenë te rutina dhe mesazhi që për mua ishte shumë i bukur. Unë kam marrë mesazhe pafund, mesazhe private që më thonin të njëjtat gjëra. Nuk ka asgjë të keqe në këtë pikë. Por ndërkohë ishin dhe këto edhe nga njerëz që unë i di që më duan, të afërm, që më thonin se secili e logjikon ka këndvështrimin e tij, pse e nxora. Ndërkohë që unë jam shumë e lumtur dhe që e bëra një gjë të tillë dhe unë do ta bëj përsëri, edhe vetë për babin tim. Babi ka të drejtë të jetojë si të gjithë. Ka të drejtë të jetojë. Sigurisht. Mbi të gjitha është edhe një lloj kujtimi që ju ruani në këtë formë. Edhe krenaria juaj normalisht është edhe babai. Janë as momente të bukura që unë emocionohem kur jetoj me babin. Pavarësisht se jeta ju ka çuar në një pikë që i vështirëson gjërat, po prapë se prapë ai është babai juaj, është gjë më e shtrenjtë. Të duhet i marrim gjërat e bukura dhe të vogla, ato janë momente, ato janë çaste. Babi kur këndon kujton diçka. Këto janë gjëra që ne duhet ja rumbejmë jetës. Në këto momente të vështira duhet i marrim këto gjëra. Edhe shumë e lidhur me temën, më fal Katerinë dashur, shumë e lidhur se domethënë kjo tregon që unë kam jetën time. Unë do jetoj jetën time pavarësisht se i fute hundët ti. Kjo është jeta ime. Dhe unë do ta jetoj ashtu si di unë dhe si dua unë. Ti futi hundët sa të duash. Asgjë nuk më pengon për të jetuar jetën. Loriza, më pëlqen shumë sportiviteti që të karakterizon. Je e paparë dhe sigurisht kuptoj edhe këtë forcën që ke. Je jashtëzakonshme. Sigurisht është dashur që të përballesh edhe me çështje publike, duke qenë personazhe publik të afërmit e tu dhe kam përshtypjen se ti ke bërë luftën tënde. Domethënë unë kështu të imagjinoj ty. Nëse je prekur në pikën e dobët, ti ke qenë me shpata në duar. Kam kaluar edhe unë një periudhë afërt, një situatë me komende shumë dhaja, dhe sigurisht... Po, ma mirë vëndja, lidhet me politikët. Dhe sigurisht që kishte pikpyetje shumë dhaja, kishte reagime shumë dhaja, por që e kisha menduar përpara skenarin, se si do përballesha. Dhe njeriu seriozisht do ta ketë atë pjesë të fortësisë të tij, të mekanizmave të tij mbrojtës që duhet të mendojë përpara dhe duhet të ketë gjithmonë kujdesin për veten. Dhe sigurisht tash është shumë rëndësishme që ne nga komentet dhe nga gjërat që neve na thonë njerëzit është që gjithmonë gjërat cilat ne mendojmë që mund na përmirësojnë. Gjërat që neve na dëmtojnë është mirë që t'i shmangim dhe sigurisht që ne kemi në dorë që t'i shmangim. Kemi, shumë e vërtet. E kemi vetë në dorë. Pengojnë pak, por gjithsesi është si puna saj, rrëzohesh edhe ngrihesh, nuk është se... Por të mësojnë, është një stazh i mirë. Ndonjëherë, ma e mend në fillimet e mia të eksperiencës time në vitin 2009, që po trajnoheshim, sepse unë kam punuar në sektorin e mbrojtjes së fëmijëve, kemi trajtuar çështje të abuzimeve të rënda, abuzimet seksuale të fëmijëve, dhunën, abuzimin, dhe na bombarduan me raste shumë të rënda të abuzimit seksual, që ti të fitosh një lloj imuniteti, edhe është mirë që ndonjëherë të ekspozohemi ndaj gjithë këtyre komendeve, që të kuptojmë aftësitë tona më të forta për të përballur dhe sigurisht që të përmirësojmë edhe veten në të njëjtën kohë. Është mirë ndonjëherë, stazh i mirë. Do doja të vendosnim numrin e telefonit ndërkohë për ata që kanë dëshirë të bashkohen edhe të japin komentin e tyre, ndoshta edhe historinë e tyre, do të ishte më bukur akoma, sa i përket kësaj ndërhyrjes që na bëhet apo e bëjmë tek të tjerët. Dhe caku apo kufiri, nëse mund ta themi dhe kështu, pra deri ku shkon interesimi dhe më pas e teprica që mund të jetë edhe e dëmshme her pas here. Do doja shumë të merrja mendimin tuaj, më thonë që telefonata e parë është gati, kështu që e mirëpres menjëherë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Jam Lola nga Tirana.
Gëzohem. Sa të me temën, një temë shumë interesante, shumë rëndësishme, çdo familje shqiptare po nuk pati ndërhyrje në jetën e vet, është diçka e pamundur. Por ka anë të mira apo jo kjo? Besoj ka dhe anë të mira, apo? Nuk ka fare anë të mira. Nuk ka anë të mira. Personalja ime jo, sepse në njerëz tonë ndikimet, ndërhyrje të bëjnë që të dyshosh për veten, të thënë je apo si mjaftueshëm, i mirë aq sa duhet. Edhe ndoshta mund të them një situatë në jetën time. Unë jam bërë në një moshë shumë të re. Edhe shikoja vazhdimisht njerëzit paragjykonin, ndërhyjnë atje ku nuk duhesh. Edhe unë gjithmonë isha në atë dilemë, a jam një nënë e mirë apo s'jam? Edhe ndjesha vërtet shumë keq me veten time. Edhe kam arritur domethënë që të heq këto barrën që më kanë lënë të tjerët, edhe të ndihem domethënë më e lirshme. Pra, ke filluar të mbyllësh dyert, po themi, si e ke gjetur këtë, cila ka qenë teknika që ke përdorur? E shikoja kudo, domethënë tek ditë parë unë dua të tregoj me sinqert. Kam qenë me ndihmën e mamas time, të vjerrës time, dhe shikoja që vazhdimisht e më shikoni si të pamjaftueshme për fëmijën tim, edhe gjithmonë e shprehnin, jo ta mbaj unë për shembull, sepse ti nuk di. Apo pse e bën kështu? Si e ndron kështu fëmijën, se e ushqen kështu, ja ti nuk di. Edhe ti ndihesh gjithmonë domethënë e pamjaftueshme, jo e aftë për fëmijën tënd. E qartë. Dhe më pas vendose që të shprehesh lirisht edhe të thuash që është... Kam ruajtur distancën time, në momentin që dikush domethënë bën ndërhyrje të pandërpera, ndërkohë që ja theksoj që mos bëj më sepse pa më lëndon, ndoshta më bën të ndihem jo mirë, edhe shikoj që përsëri ka akoma ndërhyrje, unë thjesht distancohem. Të falenderoj shumë që e ndave këtë me ne. Të uroj më të mira. Ka apeloj një mesazh të vogël, ndoshta për këtë situatë që thash, për vjerrat, sepse është gjë shumë e gabuar kur një nuse futet në shtëpi dhe dikush ndërhyjnë vazhdimisht. Nuset vinë për djemtë tuaj edhe për familje, gjithashtu, por neve nuk mund t'i presim me këmbët e para, sepse ato janë të pambrojtura, përderisa vinë tek ju trajtojeni të paktën me respekt, sepse askush nuk do që të na duan apo na trajtojnë si vajzat e tyre. Unë kam familjen time, nuk kam nevojë, domethënë për dashurinë e tjetër, por dua thjesht respekt. Të falenderoj që përcolle edhe këtë mesazh nga eksperiencat, ndoshta secili flet edhe duke parë rrethanat në të cilat. E qartë, unë të uroj më të mirat, ke shëndet e vajzat mbi gjitha dhe ke shumë të drejtë, duhet respektuar secila nga palët, çdo individ. Të uroj më të mirat. Të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Pikërisht këto janë ato ndërhyrjet brenda familjes që ndonjëherë krijojnë vështirësi për individin nëse vendoset si thuash në atë rolin e inferiorit që tha dhe Mirgiti. Po, telefonata tjetër, alo? Alo? Ju lutem më dëgjoni nga telefoni? Nëse nuk më dëgjoni nga telefoni, nuk arrim do të komunikojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ule pak volumin e televizorit që të flasim bashkë përmes telefonit. Më thuaj. Si jeni? Mirë, faleminderit. Uroj të jeni mirë dhe ju. Për temën. Gjithashtu për të ftuarit në studio. Faleminderit. Atëherë, unë ju kontaktoj për temën. Për sa i përket punët të tjerëve, mendoj që shqiptarët e kanë traditë gjithmonë të merren pak me familjet e tjerëve, duke harruar familjen e tyre me një anë. Duke harruar të vetën, merren me të tjerët. Absolutisht po. Të kuptoj, po përse ke mbritur në këtë përfundim? Po, sepse gjithmonë kanë tendencën, domethënë, të mos shikojnë në brendësi të familjes së tyre, të gjykojnë familjet e tjerëve një herë duke harruar se çfarë ndodh brenda në familjet e tyre vërtet. E kuptoj, pra ti thua shtëpia e vet ndërkohë është duke u djegur, por merret me timen. Bravo. Të përshëndes dhe të falenderoj. Të shuaj zjarrin në shtëpisë të vetë dhe kam kollaj. Ditë mbarë dhe për ty. Kam përshtypjen se nuk kam më kohë që të mirëpres telefonata të tjera sepse do të kemi dhe quizin e Komodita Home. Megjithatë më thot regjia, nëse mund të marrë edhe një telefonat të fundit apo jo? Në rregull, kaq ishte koha, më thon, duhet shkojmë për te quizi. Unë ju falenderoj shumë. Realisht faleminderit. Paraditet janë shumë të bukura në programin ton sepse vetë miqtë që vinë këtu e bëjnë të bukur, zbukurojnë atë me çdo mendim edhe me histori shpesh herë të treguara dhe për këtë madje ju falenderoj edhe më shumë.